Ka vende në jetë që i kalojnë dhe ka vende që na formojnë. Ka momente që harrohen dhe ka momente që mbesin për herë në kujtesën tonë. Kjo shkollë nuk është vetëm një shkollë, është vendi ku takohen ëndrat, kujtimet dhe ardhmja e shumë gjeneratave. Sepse gjimnazi nuk është vetëm një etapë e jetës, por gjimnazi është një histori që e shkruajmë ne çdo ditë së bashku. Postoje ona mjesta koja prelazimo bez osvrtavanja, ali postoje i ona na koja se uvijek vraćamo, u mislima. Postoje trenuci koji se zaboravljaju, oni koji se blijedo pamte i oni koji ostavljaju pečat, koji se proživljavaju kroz sjećanja i uspomene. Naša škola nije samo jedna u nizu, ona je mjesto gdje se susreću uspomene, snovi i budućnost. Ovdje učimo i naučimo. Usađuje nam se znanje i kultura koje dalje prenosimo. Ovdje i sanjamo uz sigurnost da se snovi ostvaruju i da je svaki korak ispravan. Pikërisht, këto kujtime dhe ëndra që lindin në këtë vend marrin jetë përmes aktiviteteve që ne realizojmë. Le të ndjekim së bashku disa nga momentet dhe aktivitetet që janë realizuar në vitin školor 2025. U martu su održane sljedeće aktivnosti. Fotoalbum Tragovi, svojevrsna monografija škole kroz fotografije uz dokumentovani razvoj škole od njenog osnivanja do 2025. godine. Povodom 60 godina od osnivanja škole, naši učenici likovne sekcije obilježili su jubilej izradom 30 portreta prvih nastavnika ove ustanove. Uz to, organizovana je izložba koja je upriličena u prostorijama Centra za kulturu u Ulcinju. Me rastin e 60 vjetorit të shkollës sonë, u shfaq drama sikur të isha djalë, e realizuar nga teatri Teuta në bashkëpunim me shkollën tonë. Në regjinë e Edina Mustafiq dhe skenografinë e Jetmira Hoxha, me interpretimin e nxënësve tanë u krijua një atmosferë veçantë artistike. Po ashtu u organizua një takim i veçantë me pensionistët e institucionit tonë. Në këtë aktivitet, ish punonësit e shkollës u nderuan me mirënjohje për kontributin e tyre të çmuar ndër vite. Mbrëmja përmbyllëse e shënimit të 60 vjetorit të shkollës u organizua në Qendrën për Kulturë, me një program të pasur artistik. Një moment i veçantë ishte dokumentari Gjurmët dhe prezantimi i himnit të shkollës, kujtimet shkollore. U aprilu realizovan je forum teatar na temu vršnjačkog nasilja među mladima pod mentorstvom profesora Ahmeta Markašija, Suele Kaca i Hasije Ljošić. Art klubi i shkollës sonë i përbër nga nxënësit talentuar në artin figurativ dhe nën mentorimin e profesorit Edin Kaplani, me mbështetjen e profesorëve Almi Suka dhe Gjovana Maković, hapën ekspozitën e parë jashtë vendit. Ekspozita u realizua në Durrës me iniciativë të Cekumit dhe drejtorit Gëzim Hajdinaga, si edhe me ftesë të Bashkisë së Durrësit. Profesorice biologije Sabina Muratović i Emsale Jahja Pali zajedno sa učenicima obilježile su Dan planete Zemlje. Në shkollën tonë u shënua Dita Botërore e Teatrit, ku nxënësit patën mundësinë të shprehen përmes artit dhe të reflektojnë mbi rëndësinë e teatrit dhe të letërsisë. Na literarnom konkursu NVO Avlija, zajednički jezik za nove mostove, drugo mjesto na nivou Crne Gore osvojila je učenica Lara Doroteja Knežević sa pjesmom Ispod kože pod mentorstvom profesorice Liljane Sredojević. U mbajt edicioni i parë i manifestimit letrar Java e Letërsisë Shqipe, i organizuar nga Art Club në bashkëpunim me PEN Qendrën e Shqipërisë dhe PEN Qendrën e Kosovës. Në kuadër të programit u zhvillua dhe një punëtori për krijues të rinj të shkollës sonë, nën mentorimin e profesorëve Vediha Gjoni, Nora Tafica dhe Burim Ujkashi. Po ashtu u zhvillua një takim i veçantë letrar me shkrimtarin e njohur Ridvan Dibra. U maju 2025. godine odigrana je predstava koja je nadmašila sva očekivanja. Iza vremena, u ime umjetnosti, autorke Đovane Maković, profesorice umjetnosti, u izvođenju čak 56 učenika. Dok su na državnom sportskom takmičenju učenici naše škole ostvarili izuzetan uspjeh, osvojivši ukupno 4 medalje, to su Boban Mačgalj, Nemanja Mačgalj, Antonela Gazivoda i Amin Kolić.
14. maja 2025. godine održan je događaj Otvorena vrata škole. Posjetioci su imali priliku da se upoznaju sa obrazovnim programima i smjerovima škole, obiđu učionice i stručne kabinete, te se upoznaju sa svakodnevnim životom škole. Me ftesë të Universitetit Luiz Gurakuqi në Shkodër, Art Klubi i shkollës sonë realizon një ekspozit në ambientet e këtij universiteti. Me këtë rast, edhe kori i shkollës sonë performoj një program artistik për të pranishmit. Septembar donosi 8. posjetu naših prijatelja iz Njemačke u okviru programa razmjene učenika sa gimnazijom Max Planck iz Ludwigshafena. Shkolla jonë vazhdon të jetë pjesë e programit Super Schools. Me 4 shtator 2025 në Podgoricë u nënshkrua marrëveshja bashkëpunimit me zyrën rajonale për bashkëpunimin e të rinjve RAICO. Ky bashkëpunim përfshin realizimin e projekteve të përbashkëta me shkollën 7 shtatori nga Prishtina, duke vazhduar partneritetin e suksesshëm mes dy shkollave. Našu školu posjetio je i zamjenik šefa misije ambasade Njemačke Ralf Reusch u Crnoj Gori. Ova saradnja ima poseban značaj za našu školu, jer naši učenici redovno ostvaruju odlične rezultate iz njemačkog jezika. Veliki doprinos tome daje i profesor njemačkog jezika koji priprema učenike za međunarodne ispite DSD1 i DSD2. Me 15 shtator, shkolla jonë pati kënaqësinë të mirëpres ambasadorin e Francës, zonjë Anne-Marie Mascaj, së bashku me bashkëpunëtorët e saj. Gjatë takimit u diskutua përmirësimin e gjuhës frenge në shkollë, interesimin e nxënësve për këtë gjuhë dhe mundësitë e zgjerimit të bashkëpunimit me ambasadën e Francës. U okviru kampanje Čuvaj da te čuva i povodom Evropskog dana čišćenja obale 19. septembra organizovana je velika akcija čišćenja zaleđa Velike plaže. U akciji je učestvovalo 35 učenika i učenica pod vođstvom profesorice Sabine Murati i Bese Ujkaši uz podršku organizacije MSJA i komunalnog preduzeća. Me rastin e 21 shtatorit, ditës ndërkombëtare të paqes, shkolla jonë i është bashkuar iniciativës globale të organizuar nga UNESCO, International Peace Lantern Event. Obilježili smo i Roze oktobar, mjesec borbe protiv kancera dojke 20. oktobra. Organizovana je i humanitarna akcija pod sloganom Pink Pancakes, tokom koje su u školskom dvorištu prodavane roze palačinke. Cijeli prikupljeni prihod doniran je onkološkoj bolnici. Istim povodom profesorice škole snimile su motivacioni video spot brige o očuvanju zdravlja. Gjatë muajit tetor, për shkak të rreshjeve të mëdha të shiut, një pjesë e ambienteve të shkollës është përmbytur. Situata është kthyer në normalitet pas aksionit të përbashkët të stafit të shkollës, të cilët kanë bërë pastrimin e tërësishëm të shkollës. U novembru, učenici naše škole, uz podršku profesora i profesorica crnogorskog, srpskog, bosanskog, hrvatskog jezika i književnosti, pripremili su program posvećen stvaralaštvu Petra II. Petrovića Njegoša. Program je obuhvatio interpretacije i osvrte na Njegoševa djela. Në ambientet e librarisë Ulqini, u mbajt një aktivitet me rastin e Tetorit Roz, për të dytin vetradhazi i moderuar nga profesoresha Gresa Katana. Qëllimi i aktivitetit ishte rritja ndërgjegjësimit për rëndësinë e kujdesit dhe parandalimit të kancerit të gjirit. Učenica Lara Dorotea Knežević osvojila je 3. mjesto na konkursu NVO Kazas na temu I ovo ću vam reći. Dok je učenica Albina Kovačević osvojila 2. mjesto na literalnom konkursu Zavoda za školstvo na temu Herojka života između čaše žuči i čaše meda u Njegoševom djelu. Veliki uspjeh ostvarila je učenica Natalija Marniković, osvojivši 3. mjesto na međunarodnom takmičenju EcoView, gdje je bila među 20 najboljih takmičara i jedina predstavnica sa Balkana. Učenički parlament organizovao je humanitarnu akciju s ciljem pomoći dnevnom centru Sirena. Predsjednica parlamenta Belma Nikezić zajedno sa koordinatorkama Bljertom Kovači, Zenelji i Sabinom Murati uručile su laptop kupljen sredstvima prikupljenim tokom akcije.
Gjatë gjysmëvjetorit të parë të vitit shkollor, kori përfaqësoi shkëlqyeshëm shkollën me disa manifestime, si Shporta e Vjeshtës, Ditët e Kulturës Ulqinake e organizuar nga CEKOM, Festa e Kafes nga Globus Art, Sweet December, si dhe realizoi programin festiv të vitit të ri të transmetuar nga TV Teuta. Grupa učenika naše škole boravila je u Ludwigshafenu u Njemačkoj u okviru programa razmjene sa partnerskom školom, gimnazijom Max Planck. Me 2 shkort filloi implementimi I projektit Super Schools, 14 nxënës me koordinatorët Ahmet Markashi dhe Blerta Kovaçi udhëtuan për Prishtinë. Ishte një takim I ngrohtë në ndërtesën e qeverisë së Kosovës me kryeministrin Albin Kurti. Gjatë bashkëbisedimit me të rinjt, ai theksoi rëndësinë e shkëmbimeve ndërmjet nxënësve, si ura bashkëpunimi dhe mirëkuptimi për të ardhmen e rajonit. Učenici naše škole postigli su odlične rezultate na školskim I državnim takmičenjima. Iz njemačkog jezika prvo mjesto osvojila je Sara Paljević, a drugo Sara Canka. Njihova mentorka je profesorica Irma Qetković. Gara nga gjuha dhe letërsia shqipe. Klasa e 3 dhe e 4, vendi I parë Mervana Muçaj, vendi I 3 Rea Kurti. Mentor Arjan Mustafa, profesor I gjuhës shqipe. Klasa e parë dhe e 2, vendi I 2 Dëshira Cuca, mentor Arjan Mustafa, profesor I gjuhës shqipe. Harisa Mehmeti, mentor Islam Hoti, profesor I gjuhës shqipe. Gara nga sociologjia, vendi I 4 Haneta Ardoli, mentore Suela Dibra, profesoreshe psikologjisë dhe sociologjisë. Në garat shtetërore morën pjesë gjithsej 29 nxënës nga shkolla jonë, nga fusha të ndryshme, gjuhë të huaja, gjermanisht dhe anglisht, gjuhë amtare dhe letërsi, fizik, biologji dhe sociologji. Ponosni smo na izuzetne rezultate eksterne evaluacije. Iako je najvažnije mjerilo uspjeha postignuće učenika svakodnevno, ipak kvalitet rada jedne ustanove zvanično potvrđuje eksterni nadzor koji sprovode institucije Ministarstva prosvjete. Našu školu u toku jedne sedmice u novembru posjetio je tim od 16 nadzornika koji su detaljno analizirali sve aspekte rada. Sa velikim zadovoljstvom dijelimo rezultate koji našu školu svrstavaju među najbolje u Crnoj Gori. Oblasti koje su ocijenjene kao veoma uspješne sa ocjenama od 9 do 8,5 su rukovođenje I upravljanje, podrška učenicima, etos škole, dok su najbolje ocijenjeni aktivi sociologije, fizičkog vaspitanja I informatike. Nxënës dhe kolegë të nderuar, ju urojnë nga zemra ditën e shkollës. Sot për mua është një ditë e veçantë e jetës time profesionale, që pas 40 viteve përvojë pune në profesionin e mësimdhënësit, u vlerësova me çmimin jubilar 40 vite pune të pandërprera. Brenda këtyre 4 dekadave kalova shumë sfida, shumë kujtime, shumë rezultate. Por jam krenar kur rikujtoj gjeneratët e kaluara që sot gëzojnë tituj të ndryshëm në profesionet të ndryshme arsimore. Por sot unë po mbylli një kapitull të filluar nga 4 dekadave dhe po hapi një kapitull tjetër, atë të pensionit. Me këtë rast, falenderoj të gjithë kolegët, të cilët më përkrahen në çdo moment, posaçërisht drejtoreshën e shkollës, Ardita Kovaçević, e cilën e këtë ditë feste na rikujtoi vitet e kaluar në këtë institucion. Kolegëve ju uroj suksesin e punë dhe apeloj që t'japin maksimumin në edukimin dhe arsimimin e fëmijëve tanë, sepse arsimimi është çelësi I diturisë. Kurse nxënësve ju uroj sukses në mësime dhe në realizimin e ëndrave të tyre. Gjatë këtyre viteve në arsim, mësova se dia kërkon punë, rregull dhe përkushtim. Pritshmëritë nga nxënësit ishin çdo herë të mëdha, sepse besoja se ato mund të arrijnë më shumë se sa mendojnë. Prandaj edhe rrepësia nganjëherë ishte me qëllim që ato t'i mësoj se si të përballen me sfidat e jetës. Kënaqësi e posaçme, po ashtu ishte edhe shpërblim I punës shumë vjeçare, kur e sheh se ato fëmijë
me vete përveç dijes, marrin edhe vetbesimin dhe ndjenjën e përgjegjësisë. Sot për mua ishte një ditë e veçantë, pasi shënoj 20 vite pune në këtë shkollë të cilën e konsideroj si familjen e dytë time. Ju falenderoj nga zemra për respektin dhe mbështetjen ndër vite. Sot, si mësimdhënës me 10 vite në arsim, ndalemi për një moment për të reflektuar mbi rrugtimin tonë. 10 vite sfida për kushtim dhe dashuri për dije. 10 vite duke formuar jo vetëm nxënës të mirë, por edhe qytetarë të denjë. Nuk ka qenë gjithmonë e lehtë. Ka pasur lodhje, sfida, dyshime. 10 vite për kushtim, 10 vite pasion dhe ky është vetëm fillimi. Ne nuk japim vetëm mësim, ne udhëheqim me shembuj, ne jemi mbështetje, ne ndezim shpresë. Sepse mësimdhënia nuk është vetëm punë, por është mision që jeton brenda nesh. Së pari, të gjithë anëtarëve të kolektivit tonë, stafit arsimor dhe jo arsimor, i uroj ditën e shkollës. U mbushën plot 10 vite që jam pjesëtar i këtij kolektivi. Ky kolektiv vite me radhë ka marrë pjesë në arsimimin e gjeneratave të reja, prandaj edhe është nder dhe kënaqësi të jem pjesëtar i tij. Mësimdhënia është më shumë se profesion, është mision për të ndikuar pozitivisht në të ardhmen e brezave të rinj. 10 vite punë në shkollë janë 10 vite për kushtim, sfida, suksese dhe mbi të gjitha bashkëpunim me kolegë e nxënës të mrekullueshëm. Ndihem krenar që gjatë gjithë kësaj kohe kam qenë pjesë e sukseseve dhe zhvillimit të shkollës sonë, ndërsa nga ky vend me përkushtim të plot për kushte dhe zhvillim sa më të mirë të procesit mësimor, si për nxënësit, ashtu edhe për mësimdhënësit. Gjithë kolektivit të shkollës ju uroj ditën e shkollës. Mësimdhënia është një mision dhe përgjegjësi. Gjatë karrierës time dhe punës time me nxënës, gjithmonë jam munduar që të këta të përcjell dijen, po njëkohësisht duke mos harruar edhe të krijoj vlerat të këto të cilat kanë të bëjnë me jetën e përditshme. Për një mësimdhënës është gjithmonë kënaqësi kur nxënësit i shoh duke avancuar dhe kur ndahen nga shkolla mesme duke përparuar në profesionet që zgjedhin. Njëherëzi të gjithë kolektivit dhe nxënësve uroj ditën e shkollës. Sot shënoj me mirënjohje 10 vite në shërbim të arsimit. Këto vite kanë qenë më shumë se një punë. Kanë qenë një rrugtim njerëzor i mbushur me përvoja dhe mësime të çmuara. Në një kohë sfidash dhe ndryshimesh, arsimi kërkon dije, durim dhe përkushtim për të formuar breza të përgjegjshëm dhe të ndershëm. Ndaj, me përvojën e fituar ndër vite edhe me besim në vlerat që udhëheqin punën time, do të vazhdoj të ushtroj këtë profesion me përkushtim, përgjegjësi dhe vizion për të ardhmen. U svom 10-godišnjem radu učila sam više generacija različitih smjerova, koje su, krčeći svoj srednjoškolski put, došle do visokog obrazovanja, čineći okosnicu naše budućnosti. Kao što sam njih učila, tako smo zajedno naučili da teret knjiga leži u okovima znanja koje je neprocjenjivo. Zato znanje je imanje, nepropadljiva investicija u koju ulažemo konstantno, znajući da je taj rad kojim se postiže dignitet. Upustite se u putovanje s nama, kao dio naše velike porodice i postanite trenutak. I to onaj koji ćete pamtiti. Momente si këto nuk janë thjesht kujtime të një viti shkollor, por gjurmë që mbeten në zemrat tona.